Në gjykatën penale të Tiranës nisi mëngjesin e kësaj të diele seanca për verifikimin e masës së arrestit në flagrancë ndaj 19 personave të ndaluar pas protestës së dy korrikut përpara parlamentit. Dy të tjerë dalin për njohjen me masën ditën e hënë, ndërkohë para dhomës penale u mblodhen 10 qytetarë në mbështetje të arrestuarve. Prokuroria vlerësoi të ligjshëm arrestimin nga policia, ndërkohë që toga të zeza vendosen për 17 protestues detyrim paraqitje dhe vetëm 2 prej tyre arrest në shtëpi. Protestuesit e arrestuar akuzohen për 7 vepra penale, shkatrim prone, kundërshtim të punonjësit të policisë, goditje për shkak të detyrës, prishje të rendit dhe qetësisë publike, organizim dhe pjesëmarrje në grumbullime e manifestime të paligjshme, mosbindje ndaj urdhrit të ligjshëm të policisë, si dhe pengim të qarkullimit të mjeteve. Protesta dy korrikut përpara parlamentit ishte e para gjatë këtij muaji ku shënuan përplasje mes qytetarëve dhe policisë. Fillimisht protestuesit qelluan me vezë deputetët, me pas ata përshkallëzuan protestën, duke u përplasur fizikisht me policinë, ku përpasoi mbetën të lënduar 15 efektiv.